Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, çojmë salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pra në vazhdën e ligjëratave tona, herën e kaluar trajtuam faktikisht disa pretendime që janë ngritur rreth personalitetit të Omerit radiallahu ta'ala anhu me tendencën apo me pretendimin e uljes së vlerës së tij. Dhe ashtu si tham, po të mos ishte realiteti teknologjik në kohën bashkohore edhe mundësia e njerëzve që dëgjojnë këto pretendime edhe këto tendenca për me ullë personalitetin e tij në për mjete sociale bashkohore, në për internet, qoftë në gjuhën shqipe, qoftë edhe në gjuhë tjera, për shkak të mundësisë që munden rinia islame me i dëgju këto pretendime nga disa çarche të caktuara, unë e kom pat arsyeshme që me i trajtu këto, me i tregu se cilat janë ato pretendimet, pastaj edhe me ju përgjigj atyne. Përndryshe po të ishte kjo më herët, me thonë para 10 viteve apo më shumë, atëherë nuk do t'ja vlente fare me i trajtu ato për arsye se nuk kanë ndonjë vlerë historike, mirë po për shkak të largimit të dyshimeve, andaj edhe i kemi përmend. Edhe sot do të ndalemi në 2 pika që ndoshta në një formë ndërlidhen me temën e javës kaluar. Pika e parë ka të bëjë me një hadith që njihet Raziyatul Khamis, kështu njihet në terminologji dhe mundem me përkthy në gjuhën shqipe si fatkesia e ditës së enjte. Dhe i referohemi një ndodhie që kanë ngjarë në kohën kur ende ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më konkretisht në ditën e Ajte. Ju e dini që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndrru jetë në ditën e Hane, e kjo ngjarje ka ndodhur 4 ditë para se me ndrru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra do ta trajtojmë këtë ngjarje për arsye se edhe këtu është një tendencë për të kriju një huti se gjaja se i është rrëmby khilafeti Aliut radiallahu ta'ala anhu nga ana e Ebu Bekrit edhe Omerit radiallahu ta'ala anhum, e që faktikisht nuk qëndron edhe kjo. Edhe pika e dytë që do ta trajtojmë sot ka të bëjë me marrëdhënien reale që ka pas Omeri radiallahu ta'ala anhu me Aliun radiallahu ta'ala anhu. Për arsye se në përgjithësi është një narrativ që mundohen me e ngrit disa qarqe, sikurse pra armisia ndërmjet tyne ka qenë e madhe, edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu e ka trajtu Omerin si njeri që ka lshu rrugën e saktë, rrugën e vërtet, krahas që ja ka uzurpu khilafeti, po një ashtu edhe ka dal nga feja, mirë po e shohim që nga raporti edhe nga ajo që ka përmendet lidhjen që ka pas, posaçërisht mas ndrrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kohën e Abu Bekrit, pastaj në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, e shohim që faktikisht kjo nuk qëndron, edhe e tëra është tendencë edhe mënyrë me cilën mundohen me i hutu njerëzit karshi realiteteve të qarta historike, karshi këtyre sahabeve në përgjithësi. Po shojmë me pikën e parë. Faktikisht këtë ngjarje e përcjell e shënon Buhariu në koleksionin e tij, gjithashtu edhe Muslimi në koleksionin e tij, dhe faktikisht Buhariu e përcjell në Sahih, numri i hadithit është 7366, ka ardhur në disa transmetime, pra është përmendur edhe në vende tjera, në kapitullin Kitabul al-i'tisam bil kitabi wa sunna, pra në kapitullin e kapjes pas Kuranit dhe Sunetit, në nën kapitullin Babu Karahiyatil Khilaf, në nën kapitullin urrejtja e mospajtimit. Domthonjë që në Islam është e urrejtur që njerëzit me pas mospajtim mes vete. Hadithin e përcjell Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, edhe
kuptimi apo ngjarja është kështu. Po thot Abdullah ibn Abbasi, në ditët e fundit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra në ditën e ejte, edhe tham pak para se me vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 4 ditë, kur smundja ju rundua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ai ndodhej në shtëpinë e tij, kanë shku një grup i sahabëve që kanë qëlluar me bë vizitë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ato momente kur ai ishte shumë i smur. Edhe Abdullah ibn Abbasi ndër ata njerëz që ishin prezent ishte Omeri radiallahu ta'ala anhu. Pra në formë të qartë edhe konkrete që përmendet pe njerëzve me emër kush ka qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu. Për tjerë nuk dihet. Nuk dihet a ka qenë Ebu Bekri, nuk dihet a kanë qenë Aliu, pra në formë decisive nuk dihet. Mirë, po ajo që përmendet është që Omeri radiallahu ta'ala anhu me emër ka qenë, po edhe disa, po thot Abdullah ibn Abbasi, disa antar të Ehli Bejtit, domethënë disa njerëz të familjes së tij. E familjes së tij të Ehli Bejtit kur thuhet, faktikisht i referohemi me siguri që ka qenë prezent Abbasi, agja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se është prej Ehli Bejtit, pastaj Aliu gjithsesi, se edhe ky është prej Ehli Bejtit, edhe Abdullah ibn Abbasi që edhe ky konsiderohet prej familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe disa prej komentuesve të këtij hadithi kanë thonë që është shumë e mundur që me qenë prezent edhe dikush nga gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ka qenë në shtëpi edhe i kanë bërë hizmet, pra është shumë e natyrshme me qenë edhe dikush prej grave të tij. Sidoqoftë, pra në ato momente të smundjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ishin të ulur edhe prezent disa prej këtyre sahabeve që i përmendëm, më sigurt pra Omeri, po thot Abdullah ibn Abbasi në një çast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dëgjoni, më sillni diçka t'ju shkruaj një shkrim pas të cilit nuk do të humbni kurrë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar një laps edhe një flet me shkrujt një shkrim pas të cilët sahabët mu kap edhe mas kësaj domosdoshmë nuk do të kanë ndonjë humbje kurrë. Mirë po, në ato momente që është tham, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në momente të smundjes, pra ishte do thot i smur, edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu po tregon Abdullah ibn Abbasi thot inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja', që nëse përkthejmë shqip, po ka thon Omeri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke e kaplu apo është duke mundu shumë smundja, prandaj lene rahat. Mos e leni do thot me u mundu, lene hasbuna kitab Allah. Domthonë na mjafton neve zbritja e librit Allah, do thot libri Allah që ka zbrit, pra mjaftohemi me të. Pra nuk ka nevojë me e mundu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me bë këtë shkrim. Edhe pas kësaj, kur ka thon Omeri radiallahu ta'ala anhu kështu, njerëzit, faktikisht sahabët u ndanë në 2 grupe. Njëri grup e pont arsyeshme këtë thanje të Omerit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me mundu, edhe një grup tjetër kanë thënë dërgoj birja një letrën le të shkruan. Edhe ka filluar pra një lloj bisedën me sahabëve, dikush duke thënë bire, dikush duke thënë mos e mundoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa që ka bisedë edhe janë duke polemizuar sahabët në mes vete, atëherë tha lene këtë punë edhe qënu do thot prej meje, do thot qënu prej meje, do lironi dhomën, për arsye se nuk bën para një pejgamberi që njerëzit kanë mos pajtim mes vete. Edhe ngriten edhe dalin prej dhomës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbasi ma vonë kur e përshkruante këta, thoshte se vërtet fatkesia më e madhe në këtë ka ndodhur që zhurma e tyre e pengun, domthonë ai mos pajtimi i tyre e pengun që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta shkruante shkrimin. Edhe prandaj e ka quajt edhe Raziatul Khamis, vet Abdullah ibn Abbasi e ka quajtur këtë ngjarje fatkesia e ditës së enjte. Dhe ky hadith është i saktë, që tham për cilët në Buhari, gjithashtu edhe në Muslim, edhe ky është hadithi. Pra kështu përfundon. Është edhe një transmetim tjetër që gjithashtu është i saktë, që ka ardhur pra
nuk jam shumë i sigurt tek Buhariu, më duket edhe ky transmetim është për arsye se ka ardhur në disa vende ky hadith, në këtë kapitull tham ka ardhur te kerahiyetul khilaf, te kapitulli i urrëties së mospajtimit e ka sjellë Buhariu do thotë këtë hadith, në atë transmetim përmendet një vazhdim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se mu tërheq ka thonë po ju urdhëroj për 3 gjëra. Dhe cilat kanë qenë ato 3 gjëra? Ka thonë e para që mi nxjerr mushrikët prej siudhesës së Arabisë. Do thotë mi nxjerr mushrikët prej siudhesës së Arabisë, pra mos me kanë vendbanimi i tyre në siudhesën e Arabisë. E dyta ka thonë delegacionet të cilët do të vinë në Medinë dhe do t'ju takojnë të fisëve të ndryshme prej arabëve, mos sjell mirë me ta edhe mi nderu me dhurata të ndryshme. Qashtu që i kanë nderu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit që kanë ardhur me pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E keni parasysh, kjo ka qenë porosia që kur të vinë njerëzit edhe ju takojnë juve, atëherë pritni mirë edhe dhurojni dhurata sikur që ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e treta cila ishte? Abdullah ibn Abbas i thotë tretën nuk po më kujtohet. Pra nuk e ka marrë mend cila ka qenë e treta, porosia e tretë, mirë po këto dyja i kujtohen dhe këto dyja janë përcjell. Pra kjo është hadithi, kuptimi i hadithit në përgjithësi që përmendet në lidhje me fatkeqësinë e ditës së enjte. E tash. Nga ky hadith pretendimi kryesor i fraksionit posaçisht, do fraksioni shiit qëndron në atë se thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë Birmanit e shkruaj një letër, kanë thonë qëllimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me shkrujt Aliun radhiyallahu ta'ala anhu që me kon khalife muslimanëve. Që kjo ka qenë ai pretendim apo që kjo është pretendimi i shijave në përgjithësi, mirë po Omeri sipas tyne e ka kuptu se çka po dën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e tani gjoja për me pengu nuk e ka leju dhe ka refuzu me ba kët, edhe është arsyetuar me të që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kaplu dhimbja edhe leni do mund të pushoj edhe leni rahat. E keni parasysh që kjo është do thotë hadithi, ky është pretendimi i shijave, edhe tash do ta zbërthejmë edhe do të qartësojmë se çka është në realitet ky hadith edhe sa qëndron pretendimi i shijave në përgjithësi. Fillimisht ata kanë thonë ajo që ka bë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë kundërshtim edhe refuzim i urdhrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E çka nuk kupton kjo? Me refuzu urdhrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, domethënë është me refuzu, është një mallkim edhe është do thotë një rebelim ashiqar sipas tyne, ashiqare në këtë punë, për arsye se Omeri ka kërkuar do thotë që ka refuzu diçka që ka kërkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, themi nëse kjo do të quhej refuzim, atëherë të njëjtin gjë do të më thonë edhe për Aliun radhiyallahu ta'ala anhu në rastin e kujt e marrëveshjes së Hudejbijës, apo e kemi përmend aty që kur janë ul Suhejli ibn Amri edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shkruajt marrëveshjen në Hudejbije, kush ka qenë njëri që ka shkruajt marrëveshjen ka qenë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu që e ka shkruajt. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shkruaje Bismillahirrahmanirrahim. Edhe Suhejli ibn Amri ka thonë jo, mos e shkruaj Bismillahirrahmanirrahim, për arsye se kështu na nuk dim. Nuk e njohim Zotin në këtë formë qështu qysh po thotë. Ti e shkruan qashtu qysh e dim gjithë dhe forma mënyra qysh ata e kanë fillu fjalimin kanë thonë Bismikallahumma. Kështu do thotë e kanë përdor. Ka thonë duhesh me shkru qashtu qysh e dim edhe na Bismikallahumma. Domthon Bismillahirrahmanirrahim po thonë emrat Allahut, mëshiruesi të gjithë mëshirshmit. Kurse kur thu Bismikallahumma, po thu me emrin e Zotit tim, domthon me emrin e Zotit ton, për shembull, në emrin e Zotit ton, domthon këtë kuptim e ka. Pra nuk është kuptimi shumë i dallum, megjithatë ka refuzuar Suhejl ibn Amri me shkruajt Bismillahirrahmanirrahim. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shkruaje Bismikallahumma, edhe ka shkruajt Bismikallahumma. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kjo marrëveshje është ndërmjet Muhamedit të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Suhejl ibn Amrit. Edhe Suhejl ibn Amri ka thonë nali edhe këtu me besu na që ti je pejgamberi i Zotit,
atëherë do ta bënim këtë marrëveshje. Po shkruaje se kjo marrëveshje është ndërmjet Muhamedit të birit të Abdullahut edhe Suhejli i biri i Amrit. Domthon çështu bëhet marrëveshja. Edhe pejgamberi sa ka mendu pak edhe ka thonë shkruaje çysh po thot ky. Edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu veç e kishte shkrujt Muhamedi Rasulullah. Apo kupton? Edhe çka ndodh, thot Aliu thot e kum shkrujt Rasulullah. Thot a ne fshije? Thot kur nuk e fshi emrin Rasulullah. Domthon nuk ka pranuar me fshi emrin Rasulullah. Fshije ka thonë edhe s'ka dasht Aliu. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ku po shkruan Rasulullah, i ka thonë çeçtu. E ka marr vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e ka fshi. Edhe e ka shkrujt Muhamedi, e ka shtitë thot me shkrujt Muhamedi i biri Abdullahit. E pse po e përmendim kët? Po e përmendim që jo çdo refuzim apo veprim kësaj natyre nën kupton do thot refuzim edhe kundërshtim të urdhrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se kjo nuk kupton mosbindje. E keni parasysh. Për arsye se edhe Aliu radiallahu ta'ala në kontekstin e situatës edhe rrethanës ka qenë i arsyetuar nga dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pranuar me fshi emrin e pejgamberit se është i dërguar i Zotit Rasulullah, një ashtu edhe Omeri radiallahu ta'ala nuk ka dasht me engarku, dhe ky ka qenë kontekstin me engarku për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në situatën dhe rrethanën e smundjes, prandaj edhe ka thonë që ajo rëndesa e smundjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mos ta mundoj me shkrujt edhe lënë do thot le të pushoj. Kjo ka qenë synimi i Omerit radiallahu ta'ala anhu e asesi me refuzu diçka apo nga kjo natyrë për arsye se edhe vetë sahabët, disa nga sahabët janë pajtuar me Omerin radiallahu ta'ala anhu në këtë e nuk është që e kanë kundërshtu apo disa kanë mendu kështu, disa kanë mendu do thonë që m'ia dërgu, m'ia pru letrën, disa kanë thonë ta lëm do thotë le të pushoj, edhe kështu ka përfundu ai debat edhe ai me thon kushtimisht mos pajtim që kanë ndodhur. Tash tjetra çka është e rëndësishme me e ngrit si realitet edhe rrethon është se asnjë nga sahabët, as vet Abdullah ibn Abbasi, as njani, as Aliu, as Abbasi, as Ebu Bekri, as njani prej sahabëve, në asnjë rrethon, në asnjë situatë nuk e ka akuzu Omerin në ndonjë gjë me thonë që ti e ke refuzu apo se ke lënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shkrujt emrin e Aliut edhe faktikisht me çortu ose me kritiku mas kësaj ndodhie. Edhe pse kemi përmend shumë raste nëse Omeri në ndonjë rrethon apo situatë ka thonë diçka që s'ka qenë e drejtë, shumë prej sahabëve kanë kundërshtuar haptas edhe publikisht edhe i kanë thonë që nuk e drejt. Ashtu që do t'i përmendim edhe në disa situata në mes Aliut edhe Omerit radiallahu ta'ala anhu në pjesën e dytë. Po du me përmend se po të kishte ndonjë synim caktum, atëherë do dilte dikush edhe do ta përmendte kjo. Edhe vet Abdullah ibn Abbasi, transmetuesi i hadithit të këtij hadithi, ka pas marrëdhënie shumë të afërta me Omerin radiallahu ta'ala. Edhe mas kësaj ngjarje, edhe kur ka qenë khalife, vazhdimisht ka pas raport. Edhe Omeri e ka konsideruar Abdullah ibn Abbasin një nga sahabët më të dijshëm. Dhe në asnjë formë nuk është që Abdullah ibn Abbasi ka marrë qëndrim ndaj Omerit pse nuk e ka leju me bë domon ndonjë shkrim ose se ka pas tendencë me mshef diçka apo domon diçka nga kjo natyrë. Në të kundërtën, afërsia e tyre ka qenë do thotë normale edhe ka vazhdu. Pra nuk e ka akuzu në asnjë formë dhe ka vazhdu me enderu me respektu. Nëse do të thonim që Abdullah ibn Abbasi ka qenë në anën e Omerit, tash kushtimisht, atëherë edhe nuk do ta përcillte këtë hadith. Për arsye se po të kishte diçka nga tendencat edhe akuzat që shpifin shiat, atëherë nuk do ta përcillte, po të ishte diçka që ka dasht Abdullah ibn Mesudi me mshef, Abdullah ibn Abbasi me mshef, atëherë nuk do ta përcillte hadithin në këtë formë. Dhe çështja tjetër që ndërlidhet me faktin, me këtë ngjarje është edhe fakti se vërtet e dim që feja
është plotësu me zbritjen e ajetit al-yawma akmaltu lakum dinakum në surën Al-Maida ajeti 3 që Allah i Madhërisht ka thonë sot unë u apërsosa fen tuaj. Edhe rregullat, dispozitat, ligjet e Allahut, gjërat të cilat kanë qenë të domosdoshme që ummeti me i ditë, të gjitha kanë zbrit para kësaj kohe. A keni para kësaj kohe. Kështu që nuk mund të pretendohet se mbeti ndonjë dispozit shumë thelbësore pa u qartësu, edhe ka vdekë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se po të ishte diçka e domosdoshme me u përcjell, kemi thonë javën e kaluar ndoshta ju kujtohet që sirja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në hijen e Kuranit, shpalljes. Edhe po të ndodhte diçka ndonjë pasaktësi ose ndonjë ndalje nga e vërteta, vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam disa raste është përmirësu, apo a e kemi përmend? Javën e kaluar e kemi trajtu këtë. Edhe në këtë rast, po të ishte një situatë dhe një rrethon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lënë pas shpjegu, atëherë do të zbrit te ajeti, ose do t'i tërhiqej vërejtja Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ndoshta do të qortohej që me sqaru atë. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur. Kështu që nuk ka qenë pra diçka thelbësore që ka të bëjë me fen, që është harru ose është lënë anash edhe nuk është shpjegu. Pra nuk ka qenë diçka e domosdoshme, për arsye se po të ishte domosdoshme, atëherë do të arrinte shpallja edhe do ta bënte. Në fakt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas këtij momenti ka jetuar edhe 4 ditë tjera, në të cilat edhe ka qenë më i mirë, domthonë me shëndet, domthonë është përmirësu, e dim që i kemi përmend ato 10 ditët e smundjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë qenë të gjitha smundje, në disa rrethana ka qenë shumë i smur, jashtëzakonisht i smur, siç e kemi përmend sa smundja 2 personave e kështu me radhë, në disa raste është përmirësu. Edhe mas kësaj ngjarje ka pas raste që është përmirësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë, po nuk e ka përsërit që me e shkrujt këtë që ka pas mundësin. Prandaj, kështu do më realiteti, kurse pretendimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas synim me e përmen Aliun në këtë flet, apo në këtë shkrim, edhe kjo është e paqëndrueshme. Edhe këtë nuk e ka thonë kur kush, as pej sahabëve, as pej tabinëve, dhe kjo është përcjell te shiat, tek në shekullin e 4 hijri. Domthonë që ky pretendim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur me shkruajt diçka është përcjell tek në shekullin e 4 hijri nga një libër i një personi që quhet Sulejm ibn Qais, edhe ky ka qenë prej shijave, është një personalitet që faktikisht edhe nuk ka ndonjë argumentim që ka ekzistuar. Mirë, po shijat bazohen në këtë personalitet, edhe ky një libër i tij ka dalë, do thotë mas 4 në shekullin e 4 hijri, që i është atribu këtij personi, e që në fakt edhe shumë burime shiite, edhe hoxhallar, edhe dietar, domthonë që konsiderojnë referencat të shiitëve, e mohojnë se është i sakt që i atribuohet ky libër këtij personi. Pra e mohojnë se është i atribuohet ky libër këtij personi. Prandaj edhe domthonë ky pretendim që shfaqet se synimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me emru Aliun radiallahu ta'ala anhu pasardhës të tij në këtë ngjarje, është do thotë pretendim edhe nuk ka kurfar baze, as për së afërti, as për së ngati. Allah e di më së miri çka ka dashur me shkruajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mundet me qenë do thotë ato porosi që i ka përmend Abdullah bin Abasi, duke dalë sahabët i ka përmend ato 3 gjëra, mundet me qenë edhe diçka tjetër, po sidoqoftë nuk ka qenë diçka që ndërlidhet me vazhdimin e Aliut radiallahu ta'ala anhu për khalife, për arsye se asnjë nga sahabët mas kësaj ngjarje nuk është që faktikisht e ka thonë këtë apo ka pretendu këtë deri në shekullin e 4, kur e kanë ngrit narrativen shijat edhe kanë thonë që qëllimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Aliu, ajo diçka tjetër. Sidoqoftë, ne themi që vërtet synimi i Omerit radiallahu ta'ala anhu në asnjë formë ka qenë një ijtihad i tij, domthonë ka pretenduar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i ngarkuar prej smundjes, edhe mos ta ngarkojmë, edhe nuk është që ka dashur me msheh diçka apo me
me bë diçka për arsye se prezant ka qenë edhe Aliu sipas domthon konstatimit të shumë ulemave që e kanë komentuar këtë hadith për arsye se kur thuhet kanë qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu, disa antar të Ehli Beitit, edhe disa sahabe, atëherë shumë e mundur është që edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu me qenë në atë dhomë dhe në atë rrethon, edhe madje thuhet në disa transmetime të sakta që prej atyre personave që e kanë përkrah Omerin radiallahu ta'ala anhu ka qenë edhe prej Ehli Beitit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që mos me mundu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në këtë situatë. Sidoqoftë, kështu kjo është ngjarjeja që vërtetohet në hadithet të sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse ato narrativat edhe pretendimet e shijave janë do të thotë vetëm fjalë të cilat nuk kanë bazë, edhe që thash pak më herët, kjo është një nga tendencat edhe format edhe mënyrat që mundohen shijat me pretendu që kjo gjë ka qenë një rrëmbim nga ana e Ebu Bekrit edhe Omerit radiallahu ta'ala anhuma, po e sakta është që vërtet sahabët që shtam edhe javën e kaluar kanë qenë do thot një grup është shumë normale edhe shumë e sakt që ka pas edhe mos pajtime në mesvete, po asnjani nuk e ka akuzuar njëri tjetrin me akuza që ka dalë prej fesë ose ka mshef diçka prej fesë e kështu me radhë, po e tëra ka qenë brenda ijtihadit se cila është më e drejtë me u vepru, e cila jo. Sikurse në këtë rast disa prej sahabëve kanë pa të arsyeshme mos me ngarku, mos me rëndu smundjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, disa të tjerë kanë thonë masi po e kërkon le t'ja sjellim, edhe në këtë mos pajtim mes tyre se cila është më e drejtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar që të ngriten edhe ta lojnë të lirë për shkak të smundjes së tij në përgjithësi. Pra ky është do thotë lidhja, çështja e fatkeqësisë së ditës së ente, dhe ajo që ka thuhet edhe realiteti se çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë ngjarje. Pastaj kalojmë në pikën tjetër që gjithashtu është e rëndësishme, ajo është raporti ose marrëdhënia Omerit radiallahu ta'ala anhu me Aliun, dhe do të flasim pra me fakte edhe milon anash emocionet apo ajo fanatizmin që faktikisht mund me pas disa qarqe edhe disa sekte në përgjithësi, ne themi që po të kishte ndonjë armiqësi, edhe po ta shihte Aliu radiallahu ta'ala anhu se Omeri, respektivisht edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ja kanë rrëmby khilafetin atina, atëre sjellja e tij karshi tyre do të ishte armiqësore s'paku, domthonë nuk do të kishte afërsi me ta. A realiteti e shohim që sjellja e Omerit Aliut radiallahu ta'ala anhu me Omerin, gjithashtu edhe me Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ishte do thot raport sikur me këto sahabë tjera. Nuk kishte do thot asnjë armiqësi, asnjë konflikt, asnjë situatë tensionuar ashtu që tentojnë edhe mundohen me e paraqit sekte e shijave në përgjithësi. Fatkeqësisht ashtu që do ta përmendim, madje edhe në vrasjen Allahu e pastroft të thotë nderin e sahabëve në këto shpifje dhe akuza që i bahen atyre, madje edhe në vrasjen e Omerit radiallahu ta'ala anhu, shija thonë që ka pas gisht Aliu radiallahu ta'ala anhu. Domthonë në këtë kaq kanë shku që Ebu Lu'lu al-Majusi, ai njeri që e ka Omerin radiallahu ta'ala anhu, thonë që e ka shti Aliu radiallahu ta'ala anhu me vra. Domthonë këtë nivel kanë shku. Mirë, po për me e kuptu se sa e largët është kjo, edhe sa është e paqëndrueshme këto, e shohim se si ka qenë raporti ndërmjet Omerit radiallahu ta'ala anhu edhe Aliut radiallahu ta'ala anhu. Fillimisht ajo që ka vërtetohet në transmetimet e sakta është që e kemi përmend edhe javën e kaluar që Omeri radiallahu ta'ala anhu kur e ka marrë khilafetin, shteti islam o zgjeru jashtëzakonisht, edhe vazhdimisht ka pas zgjerime derisa u bë superfuqi. Edhe në ato momente muslimanët vazhdimisht ballafaqoheshin me situata dhe rrethana të reja. Shumë nga to të paprovume për musliman. Prandaj ijtihadi Omerit radiallahu ta'ala anhu ishte që sahabët, posaçërisht sahabët e mëdhej që e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kohë gjatë, sikur se ata pjesëmarrësit në Bedër, pastaj ata Bejatu Ridwan, e kështu pra sahabët, ajo gjenerata e sahabëve të mëdhej,
ua kishte ndalu me lshu Medinën. Mos me dalë prej Medine. Pse? Për arsye se për çdo situatë, për çdo rrethon konsultohej me ta. Edhe priste që ndoshta dikush prej tyne në ndonjë ngjendje, në ndonjë ballavaçim të ndonjë situate që e kishin, me përmend ndonjë hadith, ndonjë sen, ndonjë gjë që bazohen të edhe ta nxjerrin atë vendimin më të saktë në lidhje me atë sfidë edhe me atë rrethon të re me cilën janë ballavaçuar. E prej njerëzve që mas shumti është konsultu Omeri radiallahu ta'ala anhu, ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu. Bile tregohet në disa transmetime që kur ka fol Omeri për Aliun radiallahu ta'ala anhu, ka thonë aqbana Ali, që ma i afti, ma i dishmi për gjykim do thot është fjala në gjykim për në situata rrethana të ndryshme, ma i afti ka qenë thot është Aliu radiallahu ta'ala anhu. Omeri ja jep këtë epitet. Edhe ka qenë i bindur edhe ka thonë që Aliu është prej atyre njerëzve. Dhe Ibnul Gjauzi, pra një nga dietarët të njohur, e përmend që edhe Ebu Bekri, edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu e kanë pas si këshilltar të afërt Aliun radiallahu ta'ala anhu në situata edhe në rrethana të ndryshme. Pastaj përmendet edhe për Omerin që ka thënë në një rast, la abqani Allahu li mu'dilatin laysa laha Abul Hasan, që nëse përkthejmë shqip, ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu, kërkoj Allahu mos ma mundsoft me qenë prezent në një sfidë apo në një çështje të ndërlikume që duhet me zgjedh e se kam afër veti Abu Hasenin, pra është fjala Aliun radiallahu ta'ala anhu. Për arsye se kaq ka pas një lloj mbështetje edhe besimi që Aliu radiallahu ta'ala anhu din do thotë është i aftë do thotë me zgjidh problemet edhe situatat e ndryshme. Pastaj edhe Mesruq është një nga tabinët e njohur të gjenerata do thot ma e vjetër e tabinëve, thot në kohën e sahabeve, njerëzit që mas shumë të merrnin prej tyre dije prej sahabeve, ishin kush? Ishte Omeri, Aliu, Abdullah ibn Mesudi, Ebu Musa al-Ash'ari, Zeid ibn Thabit edhe Ubej ibn Ka'b. Pra këta ishin ata 6 sahabët nga të cilët pra shumica e tabinëve merrshin dituri prej tyre. Pra kjo përmendet që vërtet Aliu ka pas një grad të lartë edhe te sahabët në përgjithësi, po edhe te Ebu Bekri e gjithashtu në fund të veçantë edhe te Omeri radiallahu ta'ala anhu. Pra ka shumë citate që përmenden vlerat edhe rëndësit, po nisen do të me pas parasysh që kur përmenden për shembull më të dishmit prej sahabëve është kjo nuk duhet mu trajtu, kjo është shumë e rëndësishme, edhe që kjo është ajo baza e Ehli Sunneti, sahabët ne nuk i trajtojmë si figura rivale ose personazhe rivale të njëri tjetrit. Apo kupton, sikur me thon kushtimisht tash me bën një shembull ekipet e futbollit që janë rival, edhe kur thu ky ekip është më i mirë, nënkupton se ky ekipi është një lloj kritike ose një lloj nënvlerësimi ndaj ekipit rival. Te sahabët nuk është kështu. Nëse thu për shembull Aliu është më i dishmi, nuk do të thonë se këta tjerë kanë qenë të padijshëm. Po kjo është domosdoshmë rrethana edhe në situata edhe në gjendje, edhe kështu është kuptuar, edhe kështu kuptohet kuptojnë Ehli Sunneti sahabët në përgjithësi. Në raste konkrete do t'i përmendim vetëm disa raste konkrete që Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka ndryshuar mendimin kur e ka dëgjuar shpjegimin e Aliut radiallahu ta'ala anhu në situata konkrete. Një nga këto rastet përmendet se ka ardhur një grua e cila kishte bërë zina. Edhe Omeri e gjykon do thot zinan me rregullin edhe me dispozitën që i përket. Edhe e marrin atë grup për me apliku pra dispozitën, edhe e takojnë Aliun radiallahu ta'ala anhu në rrugë. Edhe thot çka ke bë, çka është do thot situata, thonë i tregojnë se Omeri ka gjyku për këtë grup do thot për zina, prandaj po shkojmë me e zbatu haddin, do thot gjykimin ndaj tij. Atëra Omeri e njehte këtë grua, e thot ktheheni se nuk është në rregull kjo. Edhe ata që kanë marrë e kthejnë te Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe thonë çka ka ndodhur, thonë Omeri na ka shtimu kthy.
Aliu thot, i thojnë Omerit, Aliu na ka shti mu kthy. Edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu me njëherë e thirr Aliun dhe thot çka është situata, pse ke vepru kështu. Atëherë Aliu thot kjo grua është e smur psikikisht. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dim që ka thonë rufi'a al-qalamu an thalath. Do thot lapsi ngritet nga 3 persona. Ai që është në gjumë derisa të zgjohet prej gjumit, ai që harron edhe ai që është i çmendur derisa ti vjen do thot derisa është i vetëdijshëm. Prandaj thot ky nuk zbatohet rregullin ndaj tij për arsye se konsiderohet që nuk është e aftë për me gjyku për veten e tij, prandaj edhe nuk zbatohet urdhri i gjykimi i haddit ndaj sajna. Edhe Omeri kur e ka kuptu, ka thonë nuk e kum ditë që është e smur. Edhe është tërheq nga ky mendim, edhe pra u anulu do thotë vendimi paraprak i Omerit radiallahu ta'ala anhu nga këshillimi i Aliut radiallahu anhu. Pastaj prej ngjarjeve tjera që përmendet është se gjithashtu në kohën e Omerit radiallahu ta'ala kur ka qenë pra khalife, një grua dhe një burrë janë martu, pra e kanë bë aktin e kurorës, mirë po është bë akti i kurorës para se me përfundu ideti i gruas. E keni parasysh, ideti është koha pritjes masi që të ndosh kurorëzimi për mu martu për herën tjetër. E para se me përfundu do thot ky afat, është martu kjo gruaja. Edhe kur e ka marrë vesh Omeri, e ka qortu edhe ka thonë që kjo keni thy një gjë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar rrepsisht. Edhe ka urdhëruar që mehri, dhurata pra martesës që o bën në këtë rast, ti mirët kësaj gruaje, edhe ti dorëzohet Beitul Mal, do thotë fondit të shtetit, edhe ka që këta si denim mos martohen më fare. Mos mi leju mu martu, mu bashku. Për shkak do thotë që e kanë thy urdhrin apo ndalesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faktikisht Allah i madhërisht në Kur'anin famlar e qartëson këtë. Mirë po, Aliu radiallahu ta'ala anhu thot, kur e merr vesh për këtë vendim, edhe diskuton me Omerin radiallahu anhu, i thot Aliu Omerit radiallahu ta'ala anhu që nëse e kanë bën nga padia, pra nuk e kanë ditë që nuk bën, atëherë arsyetohen. Pra i kthehet mehri gruas, edhe nuk zbatohet ligji do thot i ndalesës së përhershme. A nëse kanë bën nga vetdia dhe nga domthon të dishëm, atëherë zbatohet ligji. Edhe mbas kësaj kur e kanë vërtetuar, ata e kanë bën nga padia, edhe është kthy Omerin nga kjo dhe ka thonë kthene gabimin tem në sunetin e pastër. Pra në atë që është e sakt, edhe është tërheq nga mendimi i tij me këshillimin e Aliut radiallahu ta'ala anhu. Edhe këtu e shohim se ai afërsia mes Aliut edhe Omerit radiallahu ta'ala anhu. Në shumë situata, në shumë rrethana është kthy, po kjo nuk do me thonë që çdo herë ka pas drejt Aliu, për arsye se ka pas raste tjera, edhe Aisha radiallahu ta'ala anhu e përmend që ka pas raste që vet Aliu thoshte që kur gjykonte diçka Omeri për ndonjë situatë, edhe shkoja edhe e diskutonim këtë çështje, e shija që Omeri ka drejt edhe tërhiqesha nga ai mendim. Po unë po i përmeni ato situatat rrethana të veçanta kur ka pas drejt Aliu edhe se ka marrë me shumë zemërgjerësi Omeri këtë gabim të tij nga rekomandimi i Aliut në ato rrethana dhe situata konkrete. Pastaj përmenden në çështjet financiare se kur është bë halife Omeri radiallahu ta'ala anhu, fillimisht nuk ka marrë kur gjun nga fondi i shtetit për familjen dhe për veten e tij. Për arsye se ka pas pasunit veten, ju e dini që Omeri ka qenë tregtar, është marrë me tregti. Mirë po kur u bë halife, s'ka pas vakt tani shumë mu marrë me tregti, edhe ka filluar mu ju paksu pasunia. S'ka pas mu as për vete as për familjen e tij. Edhe s'ka di çfarë me batash. Edhe i kam ledh ato disa prej sahabeve, përmendet Othmani radiallahu ta'ala anhu, i cili prej tyre ka qenë edhe Said ibn Zeid ibn Amr an-Nufail, disa prej sahabeve i kam është konsultu çka me bë. Tash unë po mirëna me punë të shtetit, edhe do të më hongër për vete edhe për familjen time. Çish m'ja bë? Edhe ata i kanë thonë merr sa të mjafton ty
për vete edhe për familjen tane. Merë domon pe pasurisë, pe fundi shtetit, sa të mjafton ty edhe për me ushqy familjen tane. Mirë po, Omerit nuk I ka flet zemra, edhe ka o këshillu me Aliun, ka thonë, qa po thotë me marë, ka thonë, Aliu ka qenë ma konkret, ka thonë, logarite, dreken edhe darken. Domon dy shujta në ditë, sa është do thotë, sa është shpenzimi për ty edhe për familjen tane, merë ato çdo ditë. Domon që kjo takon ty. Edhe Omerit I ka pëlqy ky mendim, edhe ka zgjedh këtë. Domon dy shujta. Për arsye se është interesante na në kohën bashkëkohore na mësu me hangër 3 shujta. Heret, domon në kohën e shumë, domon përmend, domon shumë njerëz domon në histori që shumë prej njerëzve kanë hangër vetëm 2 herë në ditë, jo 3 herë. Domon 3 herë për ndoshta puna e luksit edhe mundësive kanë bërë 3 herë. Madje përmendet banorët e Mekës kanë hangër 1 herë në ditë. Disa prej historianëve përmendin që në të kaluamën Mekasit kanë hangër vetëm 1 herë në ditë, e një e ja kanë ndihmuar me hurme. Domthonë një shujt e kanë ndihmuar me hurme, e kanë marrë veten gjallë edhe veç 1 herë kanë hangër bukë kështu mirë. Prandaj edhe ky kufizim në 2 shujta ka qenë normale për atëherë. Edhe kështu ka vepruar edhe Omeri edhe ka zgjedh edhe kështu ka marrë ushqim gjatë jetës së tij kur ka qenë halife muslimanëve. Pastaj ka shumë raste, unë s'po du mi përmend, prej gjërave që përmendet gjithashtu është edhe çështja e caktimit të kalendarit sipas llogaritjes apo me fillu si nisjet kalendarit kohën e hijretit, thuhet që Omeri e ka zgjedh këtë datë me konsultim me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Pra Aliu e ka zgjedh do të thotë si ide, pastaj edhe Omeri I ka pëlqy edhe e ka nxjerr këtë vepër. Dhe ka shumë raste tjera, s'po du mu ndal me I përmend çka janë përmend këto momente dhe situata dhe rrethana ku është konsultu Omeri me Aliun edhe ka zgjedh mendimin e Aliut në situata dhe rrethana të ndryshme. Unë vetëm I përmenda disa për me I pas parasysh edhe se sa ka qenë modest Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ajo që ka shumë e rëndësishme që e përmendëm që në fillim, se sa I afërt ka qenë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu me Omerin, edhe nuk ka pas fare ajo që ka pretendohet që armiqësie, situatë edhe tension, madje thonë që krejt këto gjëra Aliu I ka bën nga frika prej Omerit se mos pe vret. Domthon kjo është thotë ai përgjigja edhe qasja e shijave në përgjithësi. Ajo që është më interesante se kjo është edhe fakti se historikisht përmendet vëllezër të nderuar që Omeri sa ka qenë halife, sa herë ka dalë prej Medinës. Edhe thuhet që ka dalë 3 herë prej Medinës. Rasti I parë është para betejës Qadisiyes, do t'i përmendim këto më konkretisht. Pastaj rasti I dytë ka qenë në një udhtim tjetër dhe rasti I tretë në haxhin e fundit të Omerit, 3 herë ka lëshu Medinën, a e dini ku e ka lënë përgjegjës, e ka lënë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Po të kishte tension mes tyne, edhe po ta shihte Aliu që Omeri ja ka uzurpu dhe ja ka rrëmby khilafetin, atëherë kur do të dilte Omeri prej Medinës, atëherë do të mundte me marrë situatën në dorë. Po nuk ka qenë kjo edhe kjo faktikisht na e kupton qartë se nuk ka pas fare diçka nga kjo që pretendohet. Pastaj edhe ajo që ka përmendet si edhe në çështjet e xhihadit është se para betejës së madhe që kanë zhvilluar muslimanët me persianët që është quajtur beteja e Ghazwatun Nahawand, që ashtu dihet, kjo është beteja e fundit mes persianëve dhe muslimanëve që faktikisht muslimanët e kanë marrë Persin. Në këtë betejë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë si ide ka pasur edhe ky me udhëhes ushtrinë e muslimanëve. Edhe është konsultuar me disa prej sahabeve që e kanë urdhëruar apo e kanë drejtuar që ky me qenë udhëhesi I ushtrisë. Mirë po Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë me mngu mu mos dil prej Medinës. Për disa arsye. Arsyeja e parë ka thonë për shkak që ka mundësi kur krejt kjo ushtri del edhe Medina mundet me mbet thuajse e zbrazur, atëherë mundet me pas ata disa fise apo disa rebel edhe me sulmu Medinën, prandaj ti duhesh me qëndru, edhe arsyeja tjetër është që
kjo kur njerëzit e din, domthonë armisht pra persianit që në këtë betejë po merr pjesë edhe ti si komandant, atëherë synimi i tyre do të jetë sulmi ndaj teje, edhe kjo pastaj është do të thotë një rrezikshmëri, prandaj e ka këshilluar që me qëndru në Medinë, edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka marrë këtë mendim dhe nuk ka marrë pjesë. Prej gjërave që gjithashtu përmendet apo që e argumentojnë atë lidhjen dhe marrëdhënien shumë të fortë mes Aliut dhe Omerit radiallahu ta'ala anhuma është edhe fakti se Omeri e ka dashur shumë Ahlul Beitin, familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe fëmijët e Aliut radiallahu ta'ala anhu i ka dashur shumë Hasanin dhe Huseinin. Prandaj tregohet në një rast Husein ibn Aliu, pra Huseini i biri Aliut, pra nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon ai vet, thot një ditë e kum taku Omerin radiallahu ta'ala anhu në një vend në Medinë, edhe më ka thonë, s'po vjen me na vizitu, me na pa. Edhe thot për shkak të saj kum vendos një ditë me shku edhe me pa Omerin në vendin e vet si halife muslimane. Mirë po thot kur shkova e pash që djali i tij Abdullah ibn Omeri ishte duke prit e dera për me hy. Edhe Omeri ishte së bashku me Muavin, pra Muavia, sahabia, ishin duke diskutu diçka, domthon në takim. Edhe kur ka dashur me hi, Abdullah ibn Omeri ka kërku leje, se kanë pranu. I kanë thonë jo, prit, mos hin. Edhe Abdullah ibn Omeri o largu, o shku, si se kanë lënë me hi, nuk ka prit, ka shku. Thot kur e ka pa ky Huseini, kur e ka pa Omerin që po shkon, edhe ky masi se kanë lënë atë, edhe ka dalë, edhe ky është thyn shpe. Edhe pas një kohë kur e ka pa Omeri, thot pse s'ke ardh? Thot vallahi më kanë para do ditë mirë, po kështu ka ndodhur, edhe ka thonë tjetër rang ka Abdullah ibn Omeri domon tek ne, tjetër rang ke ti. Edhe kjo vret që i ka dhënë përparësi më shumë se djalit vet. Për arsye se ka qenë nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ashiqare dhe këtë e përcjell vet Huseini, prandaj edhe e përmend pra këtë situatë edhe këtë rrethon. Ka shumë edhe raste tjera të afërsisë Omerit me Ahlul Beitin në përgjithësi, mirë po s'po du me e zgjat më shumë, edhe po du mu ndalë vetëm të një fakt historik gjithashtu edhe me këtë me e përmbyll, ajo është se për me e kuptu se sa kanë qenë të afërt Aliu dhe Omeri, dëshmon edhe fakti që Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka lyp për gru vajzën e Aliut radiallahu ta'ala anhu që e ka pas emrin Kulthum bint Fatime, domthon vajzën e Aliut dhe Fatimes radiallahu ta'ala anhuma. Edhe Aliu kur ja ka lyp ka qenë vogël ajo, e re në mosh, jo do thotë edhe ka pas një lloj hezitime. Mirë po, Omeri ka thënë, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thënë që në ditën e gjykimit çdo lidhje farefisnore edhe martesore do të ndërpritet në ditën e gjykimit përveç lidhjes teme. A keni parasysh, përveç lidhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk do të ndërpritet. E thot kom qef që me pas edhe këtë lidhje me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe Aliu ja jep vajzën, edhe e marton, edhe e krijon pra këtë lidhje, edhe e shohim që motivi i Omerit radiallahu ta'ala anhu ka qenë që me pas nderin që me pas një nga gratë që i takon do thot prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe për këtë shkak është martuar me këtë. Dhe po e shohim kjo ka qenë martesë, edhe këtë fakt e vërtetojnë edhe shijat, megjithëse disa mundohen me e mohu, mirë po është fakt. Disa kanë thonë që me tendenca jo ka qenë i detyruar Aliu me bë këtë, domethënë gjëra që faktikisht nuk qëndrojnë. Po ajo çka e fuqizon edhe më shumë këtë afërsi është fakti i emërtimeve të fëmijëve të Aliut radiallahu ta'ala anhu. Aliu, ashtu që transmetojnë disa përcjellës të sirës si Taberiu, Ibn Sadi, Ibn Kathiri, Dhahabiu, Ibn Hajeri e shumë të tjerë, tregojnë kur flasin për emrat e fëmijëve të Aliut radiallahu ta'ala anhu, e keni parasysh që Aliu ka pas 3 fëmijë që i kanë pas emrat e Ebu Bekrit, Omerit edhe Othmanit.
njëri fëmijë ka pas emrin Ebu Bekr ibn Ali, tjetri ka pas emrin Umar ibn Ali, edhe tjetri ka pas emrin Uthman ibn Ali. Pra, ja u kalon emrat e këtyre njerëzve. E po të kishte urrejtje, po të kishte refuzim, nuk do ta bënte këtë Aliu radiallahu ta'ala anhu. Madje, edhe kjo, edhe ma shumë e vërteton edhe fakti që shijat botërisht dihet që nuk i përdorin këto emra në familjet e tyre. Pra, ka prej tyre që i emërtojnë fëmijët e tyre Ali, ose Husein, ose Hasan, po nuk përdorin në formë do të thotë konsenzus kanë ata që nuk i përdorin emrat si Ebu Bekr, ose Omer, ose Uthman, ose Muawija, ose Jezid, do më emrat që faktikisht i kanë pas emrat sahabe, për arsye se i konsiderojnë se këto emra, këta njerëz kanë qenë njerëz që e kanë kundërshtu pejgamberin sipas tyre, prandaj edhe nuk i dojnë këto emra. Përderisa Aliu i kalon këto emra, po kuptojmë që nuk ka pas diçka nga ajo armiqësi që pretendohet nga ana e shijave në përgjithësi. Prandaj kjo domo është një realitet, pra që e vërteton. Po ajo që është edhe më interesante është që edhe Hasani ka vepruar njëjtë. Pra Hasani e ka pas një djalë me emrin Omer. Hasani e ka pas një djalë me emrin Omer. Huseini pastaj e ka pas një djalë me emrin Omer. Pastaj Ali Zejnul Abidin. Ali Zejnul Abidin është djali i Huseinit. Domthon nipi i Huseinit, edhe ky e ka pas një djalë, e ka pas emrin Omer. Pra edhe ky konsiderohet njëri prej imamëve, atyre 12 imamëve të shijave, edhe ky e ka pas një djalë, e ka pas emrin Omer. Që po kuptohet që faktikisht tek ata, gjeneratat e para, nuk ka ekzistuar ndonjë armiqësi në mes tyre, për arsye se po të ekzistonte, atëherë do të bahej apo do ta bënin të njëjtin që e bëjnë shijat në kohën e sotit, që nuk do t'i përdonin këto emra karshi për fëmijët e tyre si rezultat i urrejtjes që kanë ndaj këtyre njerëzve. Sidoqoftë, kjo domthon unë vetëm u mundohem me përmend këto gjëra për me tregu edhe me nxjerrë në pase raportin mes Aliut edhe Umerit radiallahu ta'ala anhu ka qenë një raport si shok edhe si sahabe edhe si këshilltar të ndërsjell, edhe kështu ka vazhdimisht deri në momentin e fundit. Ashtu që do ta shohim edhe në ngjarjet konkrete të cilat do t'i përmendim, edhe në asnjë formë nuk ka pas armiqësi apo diçka nga ajo që ka pretendohet. Po unë i përmenda këto vetëm për me e pas parasysh që vërtet vëllezër të nderuar, nuk është e drejtë ajo që ka i atribuohet Aliut radiallahu ta'ala anhu se ka pas armiqësi me Ebu Bekrin apo me Omerin radiallahu ta'ala anhu. Faktet historike vërtetojnë këtë realiteti domthon i jetës së sahabëve, edhe si ata e kanë zhvilluar jetën në Medinë, edhe në përgjithësi dëshmon që vërtet afërsia e tyre ka qenë në natyrale, normale, nuk ka dyshim që ka pas ndoshta mendime të ndryshme në situata dhe rrethana të ndryshme, po asesi nuk ka pas ndonjë akuzë të ndërsjellë ndaj njëri tjetrit se këto mospajtime janë rezultat i armiqësisë apo synimeve në jetët e tyre ashtu siç pretendohet, edhe po këto mospajtime kanë qenë ijtihad dhe asesi armiqësi personale. Pra historia dëshmon se ndërmjet tyre ka pas respekt, konsultim, bashkëpunim, lidhje familjare, besim reciprok, domthon shoqëri e të gjitha kanë qenë dhe nuk përputhet me realitetin historik asnjë armiqësi e pretenduar e shijave që mundohen me e paraqit në trajtime edhe në shtjellimet e tyre në përgjithësi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ju shpërbleft.